sekretar për të drejtat e njeriut Franz Gnuri, sekretar për të përndjekurit politik Shkelqim Lepenica, sekretar për pushtetin lokal Ylli Aslani, sekretar për aksionin qytetar Erges Eskiu, komisioni apo gjykata e partisë Adriana Kalaja, Besart Logu, Shaqir Manjani, Suina Aslanaj, Gentian Keqi. Unë kam një falënderim të veçantë për të gjitha ata të cilët kandiduan për këto poste të rëndësishme. I garantoj për konsideratën time më të lartë dhe vlerësimin më të madh, pavarësisht nga rezultati i këtij votimi. Shpresoj të vazhdojmë bashkëpunimin me ta si personalitetet të shquara të Partisë Demokratike. Falenderoj Zotin Gazmend Bardhi dhe Komisionin e votimit për punën serioze që bën. Kam një ndjesë publike për Zotin Lorenz Lukaj, i cili pas ka dërguar një mesazh me të cilin ai informon se nuk dëshiron të kandidojë. Por mesazhi është lexuar me vonesë, ndaj dhe unë duke shpreh konsideratën time më të lartë për të gjithë kontributet e Zotit Lorenz, e gjej të domosdoshme t'i kërkoj ndjesë për vendosin e tij për shkak të leximit me vonesë të mesazhit që kishte dërguar. Pra, siç e shihni, ka një ripërtritje të madhe me personalitetet ndër më të shquarat të fushave të tyre në drejtimin e Partisë Demokratike. Kjo dëshmon vendosmërinë e kësaj partie për ripërtritjen. Kjo dëshmon gjithashtu potencialet e saj shumë të mëdha. Kjo dëshmon gjithashtu votën e lirë si mekanizëm themelor të funksionimit të kësaj partie. Edhe njëherë, urimet më të përzemërta të zgjedhurve të ri. Faleminderit. Zoti Berisha, Klajdi Bodhi, Syri Televizion. Ditën e sotme ju bojkotuat seancën parlamentare, ndërkohë që konferenca e kryetarëve vendosi që të shtyjë deri në muajin tetor afatin e komisionit për reformën zgjedhore. Ndërkohë kemi një ngërç tek komisioni për reformën territoriale dhe ditën e djeshme dy bashkëkryetarët Luciana Boçi dhe Zoti Mazdingu nuk kanë gjetur gjuhën dhe le të themi është bllokuar puna në atë komision. A do të shkojmë, a ka Partia Demokratike një platformë në lidhje me ndarjen e re territoriale, duke qenë